shkëputemi në një tjetër kënd, duke qenë se do të flasim në fakt për një nga eventet artistike shumë interesante që kanë mbritur në kryeqytet. Bëhet fjalë pikërisht për një galeri arti, një sër punimesh kanë ardhur nga New Yorku, do të jetë le të themi një nga galeritë më të veçanta kur vjen puna tek arti abstrakt. Unë kam kënaqësinë të them ditën e sotme mirëmëngjes artistit Fabio Thaçi, piktor. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi t'ju kemi. Faleminderit. Atëherë, ekspresionizmi abstrakt në New York ka mbritur në Tiranë në një galeri. Çfarë do thotë kjo për publikun shqiptar? Dihet që ekspresionizmi abstrakt, ekspresionizëm në New York ka qenë një nga fazat e fundit të artit modern të shekullit 20, ku kanë marrë pjesë shumë artistë të mëdhej të fushës artit modern. Edhe unë duke qenë se jetoj prej 35 vjetë në New York edhe merre me interior decorating edhe interior design, kam pas kontakte, plus që kam pas dëshirën, se jam marrë me antikitetin edhe me restaurimet edhe këto artet e vjetra, të bëj një koleksion personal të këtyre artistëve, duke ditur vëndet studiot ku kam punuar, kam rënë kontakt me ato koleksionet që kanë pasur. Një pjesë e artistëve nuk rojnë më, kanë vdekur edhe, po kanë lënë skica, vizatime, pjesë më të madhe kanë në për muzeumet e artit modern në New York edhe në gjithë botën, kurse ato gjërat e vogla që i kanë ngelur, akoma unë mundohem të grumulloj, të kem koleksion, dhe dua që t'jenë edhe ato një pjesë e përnjohjen e artit botëror në Tiranë. Megjithatë, zoti tha që kjo nuk është hera e parë që ju sillni një ekspozitë në Tiranë. Pa diskutim keni bërë dhe ekspozita tjera. Megjithatë, kur vjen puna personale, kur vjen puna tek abstrakti, duhet të thënë që të bëjmë një pauzë vogël për të kuptuar se a është publiku shqiptar edhe ka një të njëjtën qasje, le të themi, sikundër kanë publiku në New York apo abstraksionizmi ishte në kuptimin real të vlerave reale të artit abstrakt është liria pafund. Domethënë mbas impresionizmit, mbas këtyre neorealizmit edhe ekspresionizmit edhe erdhi abstraksionizmi që u finalizua në New York. New Yorku ishte kryeqendra, pastaj mbas luftës së dytë botërore u bë kryeqendra e artit botëror dhe shumë piktorë gjerman, holandez, francez erdhën në New York dhe vazhduan krijimtarinë e tyre. Plus që para luftës së dytë botërore Hitleri dogji shumë nga këto të piktorët edhe i ndoqi piktorët modern. Edhe si Kokoshkën, këta shumë ekspresionistë gjermanë të asaj periudhe. Kur erdhën në New York, ata krijuan një grup artistësh që ishin profesor në shkollat të ndryshme të artit të New Yorkut edhe filluan të japin ato teoritë e tyre, sepse teoria dihet që artit modern filloi në Bauhaus shkollë në Gjermani. Ajo ishte si themeli i këtyre gjithë artistëve. Pastaj më vonë e qartë, pra po thoni që nuk është as pak i njohur, le të themi, si formë arti abstraksionizmi apo jo? Është i njohur, tash e ka kaluar fazë, bile abstraksionizmi është bërë i vjetruar në kuptimin kështu. Tash kanë dalë rrymat të tjera, por që janë siç është digital art. Kanë dalë të rrymat moderne duke përshtatur në forma të tjera. Avanguarde që i thon, ose instalacionet, filmi, kooperimi me mjetet të tjera, domethënë duke gërshëtuar me video, me foto. Me foto, video, me kolazhe, por atë bazën e krijoi abstraksionizmi, sepse abstraksionizmi në konceptin e brendshëm themeltor ka lirin pafund. Dhe besoj dhe ju me emocionin. Besoj dhe ju jeni ndjeri lirë në fakt kur keni përfshirë edhe punimet tuaja në këtë ekspozitë. Po, unë kam dhe disa punimet mia që jam influencuar nga arti abstrakt i New Yorkut, ku janë shumë autor të njohur si janë Gorky,
Stapleton, është Jasper Jones, është një grup të njohur në historinë e artit botëror. Si keni përzgjedhur, domethënë si arritët në një, le të themi, mendim final që këto do të jenë punimet ku unë do të paraqes në Tiranë? Ishte ideja, unë kam kohë që e grumulloj këto pjesë. Domethënë koleksionist është si ata njerëzit që arkeologët që shkojnë edhe afrohen afër artit, gërmojnë përmjet njerëzve të ndryshëm, po duke qenë se puna ime bën që të hyjë në çdo ambient të New Yorkut, dhe kam pas shumë projekte në për ambientet ku kanë qenë afër këto galerit në Tribeca, në downtown Manhattan. Kam pas shumë kontakte me ta dhe mbas shumë bisedave natyrisht i kam blerë, po kështu vjen kjo, pjesë edhe të bëhet smundje. Madje kur po lexoja për ju përpara se të realizonim këtë intervistë, keni deklaruar që kam aq shumë, koleksioni im është aq i gjerë sa që nuk kam më vend ku ta vendos në shtëpi. Po, si ruan? Kam probleme me gruan për atë punë, sepse thot ma ke kthyer shtëpi si flimar. Bëhet fjalë për një koleksion shumë të madh? Kam gati 1000 sa vepra, do të thënë, të artit amerikan, po të ndryshme, keramik. Unë kam dhe koleksione tjera, për shembull kam ruaza, këto necklace, që i thonë të Tibetit, që nga shekulli 14, edhe ato i grumulloj, jam kështu që i apasionuar mas të gjëra. Shumë i veçantë në shije. Megjithatë, nëse do fokusoheshim pak tek ekspozita dhe duke krahasuar atë me artin modern, ju e dini që në Shqipëri pa diskutim që ka artistë shumë të mirë dhe zhvillohen një sër ekspozitash. Kur vjen puna tek abstraksioni, i cili ju e klasifikuat si të vjetëruar, tashmë në kuptimin që është pëlqyer, përqafuar dhe i ka dalë koha, është shekulli 20. Në raport me këtë modernin sot, si qëndron? A vazhdon të jetë konkurrent? Ajo është baza. Do të thënë, abstraksionizmi i New York ekspresionizëm edhe abstraksionizëm është baza e gjithë këtyre rrymave të sotme. Megjithatë, ka një gjë që është çike pa qartë në këtë shekullin e 21 se deri ku do shkojë arti. Ka një konfuzion midis ideve, formave, sepse gjithmonë kur mbaron një etapë, fillon një etapë e re, krijon vakume për të krijuar një teori tjetër për artin. Edhe shpesh bisedojmë me artistët, unë kam shumë miq piktorë amerikanë që jetojnë akoma, që kanë eksperimentuar dhe në shekullin e 20. Del problemi që tashti si do vazhdoj arti. Do thonë, çfarë do rrugë do marrë? Ka një pikpyetje të madhe. Domethënë po elaborohen shumë stile, por ende nuk ka marrë, le të themi, një rrymë. Shekulli 21 është një çik confused, sepse midis artit personal dhe ati kolektiv. Përpara ishte më kështu, më kolektiv, do të ndiqnin rryma kolektive të ndryshme, ndërkohë kishte edhe forma personale. Kurse tash është kthyer komplet personal. Do të thotë çdo njeri mundohet të krijojë formën e vet, atë ideologjinë e vet edhe përmbajtjen e vet. Kështu që bukur. Ku është vendosur ekspozita dhe sa ditë do qëndrojë për të bërë një thirrje kështu edhe për publikun që ka dëshirë? Ekspozita është në Galerinë Zenit, pranë në rrugën Bajram Curi. Është galeri e njohur, e njohin shumë piktorë. Për gjithë ata që edhe ai pronari i galerisë është shkrimtar dhe poet, është njëri ka komunitetin e tij që ndjekin patjetër. Sa ditë do të qëndrojë hapur? Do ri një muaj. Një muaj. Deri tani si kanë qenë vizitat, domethënë ditët e para pa diskutim ka pasur 12. Njerëz me interes, për shembull kanë ardhur artistë të njohur si Edi Ila e të tjerë, Arben Golemi. Le të themi, ky nuk është projekti i fundit pa diskutim që do të realizoni. Keni ende shumë për t'i dhënë Shqipërisë. Unë dëshira ime është që në të ardhmen një pjesë e këtij koleksioni t'i ngjelet Shqipërisë. Do t'ishte kënaqësi më sepse e meriton që edhe Shqipëria të jetë tash në kuadrin e gjerë të botëror, të artit botëror.
Falenderim shumë zoti Thaçi që ishit me ne, ishte shumë kënaqësi për të folur për punën tuaj të bukur dhe për atë çka I keni sjellë Shqipërisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Mirupafshim. Ndërkohë dashur miq, do të ndalemi në pak çaste reklama, do të kthehemi sërish në studio me tjera diskutime.